Emisionin 05, pas pjesës së marketingut jemi tashmë prapë në studio dhe është nasi e veçantë që për ndër të festës së gruas tashmë pranë vetes kam një nën grua femër shqiptare jashtëzakonisht të suksesshme e cila ushtron profesionin e arkitektes dhe njëkohësisht është edhe profesoresh në shkollën profesionale teknike 11 Marsi në Prizren. Mirela Baraliu, përshëndetje. Përshëndetje Gzonin Sjorgjeta, faleminderit shumë për ftesën. Kënaqësi që jemi në studio. Mirela, po fillojmë me festën e 8 Marsit, ditën e gruas, na trego çka simbolizon kjo festë për ty. Për mua 8 Marsi është festë e gruas, e vajzës. Shumica ne si shoqëri e njohim si festën e nënës, mirë po nuk është vetëm festë e nënës, kemi një festë që e simbolizon festën e fuqinë e gruas edhe e femnës kudo në botë. Ashtu. Si që bëra dhe prezentimin, jeni edhe arkitekte. Na trego sa ka qenë i vështirë shkollimi dhe përfundimi i arkitekturës. Përderisa njëkohësisht edhe keni qenë bashkëshorte edhe nën. Po. Shumë interesante Gzon se gjithmonë ka qenë një sfidë shumë e madhe për mua në jetë, mirë po në të njëjtën kohë është qenë sfidë edhe e bukur për mua. Edhe zakonisht kur bisedoj edhe me domethënë gjeneratat e reja, vajzat e reja, gjithmonë më thonë si ke mujt, si ke arrit me sfidu vetën me qenë bashkëshorte në ditën ku edhe me qenë një arkitekte shumë e zoja, mirë po edhe me dhonë vetën shumë si një nënë suksesshme. Se ne si femna, domethënë gjithmonë e mendojmë, nëse je suksesshme si nën, atëherë ke arrit me bë diçka shumë të mirë në jetën tënde. Ashtu. Edhe ashtu edhe ndjej vetën që në të njëjtën kohë kam rri me bën një nënë e mirë edhe me pas sukses në karrierë. Çka ka qenë sfiduese ka qenë shumë. Ka qenë sfiduese se të njëjtën kohë si një femën që jam, edhe si krejt femnat e tjera në Kosovë, edhe krejt botën normalisht, kemi një far ndjenje që nuk mundem me dhënë shumë për fëmijën tanë, në njëjtën kohë që edhe të bë karrierë. Mirë po për mua çdo herë që kam dalë jashtë shtëpisë, edhe kam vazhdu me shkollim, edhe kom shku, domethënë larg të rejas, larg vajzës sime, kur jam kthyer në shtëpi jam ndi shumë e motivuar dhe inspiruar për të vazhduar çdo ditë ashtu siç e kam filluar. Ashtu. Po duhet të ndalemi pak më shumë tek ana profesionale. Na trego sa është e vështirë që një femër shqiptare të ketë sukses në këtë lami. Shumë e vështirë. Në pjesën e arkitekturës edhe në çdo aspekt tjetër. Të qenurit femrën në vendin tonë është edhe paragjykimi. E kemi një gjë që na si shoqëri duhet me thy këtë tabu edhe me fillu me e ndal, domethënë së ndëgjuarit paragjykimet që i ndëgjojmë për çdo kujt. Sidomos të qenurit edhe femën, edhe e bukur, edhe të njëjtën kohë me pas një profesion që ke gjithmonë kontakt edhe me gjininë maskullore shumë e vështirë në Kosovë. Sepse jo nuk është kollaj, nuk është e lehtë me marrë edhe një sfidë që gjithmonë është sfidu vetëm nga pjesa maskullore, vetëm nga gjinia maskullore, edhe me ta besu atë punë që ti po e bën. Ama që jemi më të forta, sidomos qikat, ne qikat dhe vendit tonë jemi shumë të forta, edhe gjithmonë e mendoj që një ardhme e një projektit e një mendimit tim punë është me e kriju një hapësirë, një zyre time personale që tashmë ekziston, mirë po që kam e kriju duke punu vetëm vajzat në atë zyre. Me dhënë vetën tonë atë sa dim se jemi shumë të forta. E mirë kjo. Mirela, pavarësisht tashmë suksesit që keni arritur e përmende se ka qenë shumë sfiduese. Na trego pak më gjërësisht. Cilat kanë qenë sfidat, cilat ke hasti më shumë? Sfidat që kam hasë më shumë ka qenë mosbesueshmëria. Do të thënë, ne si femna në Kosovë nuk na besojmë punën që e bëjmë. E them andaj edhe paragjykimet e këtu? Patjetër, paragjykimi është çdo ditë. Unë po tregoj që nëse ne fillojmë edhe mendojmë me punu pa i ndëgju paragjykimet, atëherë kemi arrit me thy tabun shoqërinë tonë. Ne gjithmonë dalim dikon ose bëjmë një punë duke i ndëgjuar të tjerët. Ne si fem nuk kemi tira vrekzan? E the që duhet të vazhdojmë të punojmë pa i dëgjuar paragjykimet. Po. Sa po e sheti këto ndoshta tek vajza shqiptare? Tash ka fillu pak me u largu nga paragjykimet, ka fillu vajzat mos me i ndëgjuar në fakt paragjykimet. Ka fillu e shoh edhe tek të rejat. Po që Këto vitet e fundit. Kam fillu pak, e shoh, edhe më pëlqen shumë. Më pëlqen se e dojnë vetën më shumë. Nëse një femën e do vetën, edhe me një farë mënyrë e përqafon jetën ashtu si çdo ajo,
atëherë ke arrit sukses. E thamë se këto vitet e fundit ndoshta janë dalë paragjykimet. A mendon se nëse do ishe tashmë ti në këtë kohë, a do arrije më shumë suksesi se në kohën kur ke pas ndoshta edhe paragjykime? E gëzon, unë nuk i kum dëgjuar asnjëherë. Për atë është suksesi jam, pavarësisht asaj e kuptoj që më herët është qenë shumë e vështirë me pas një jetë më të lehtë në aspektin e karrierës si një femër, sepse gjithmonë kanë bisedu, edhe nëse ke qenë e martuar, familja nga bashkëshorti, edhe nëse nuk ke qenë e martuar, familja e gjerë, nëse jo e ngushta, ke pas paragjykime të tilla. Mirë po, të them drejtën, një fjalë që du me lënë për femrat shqiptare, për vendin tonë, është që nëse ti fillon edhe i ndëgjon, atëherë ato kanë me pas ndikim shumë në jetën tënde dhe s'ke me bë ato çka e do ti. Domethënë Mirela nuk i kanë dëgjuar asnjëherë. Mirela është kanë shumë e fokusuar vetëm në jetën e vet. Bile shumë raste më kanë thënë edhe rebele, sepse e kum vazhdu, e kum bë ato çka e kum dashur unë, si në pjesën profesionale, si në pjesën e një lidhje të re, martesore. Pavarësisht paragjykimeve që më kanë bërë që ndoshta do e ndalosh shkollimin, Mirela ka me ndalu, s'ka me mujt me ja dal. Mirela s'ka me mujt me ja dal me qenë nan, me dal në terren, ka me ndalu suksesin ose shkollimin, shkaku si e nan. Ashtu. Po si kum dëgju. Si e ke te kalu te këtë pjesë? Sepse po besoj që arkitektura don goxha shumë angazhim. Edhe njëkohësisht ti je edhe një nën e suksesshme, nën e mirë. Përbes është shumë... Ka qenë e lodhshme kjo për ty? Shumë. Ka qenë e lodhshme, po si e thashë edhe ma herët... Një shumë trej? Po, se unë 21 vjeçar jam bonan. Edhe sa herë, do më thonë, e ku mendua ato të qenurit 21 vjeçare, nuk është e lehtë jo vetëm në aspektin profesional të shkollimit, po dhe në aspektin se ende nuk i menon gjana, si që i mendoj tashtë. Tashtë i mendoj më mirë, më lirshëm, më thjesht, nuk është që i mendoj ashtu si që ka mendu ma herët, më të komplikune. Po një gjatë që unë e ndjej vetën shumë krenare, e ndjej në aspektin që je femën, mund është mja dalë, nëse ja del në rritën e fëmijës, mund është mja dalë me botë çka të do në jetë. Në gjithë shka. Besoj që rrita fëmijës, një jetë është sfida më e madhe që mund është me pas. Si një nën, si një prind. Po si ja kam dalë, normalisht edhe me ndihmën e familjes, ndihmën e bashkëshortit, mirë po çka e shoh unë nuk është që i kum thonë gjithë njerëzve me në rrethin time që ti duhesh më mësu me mu si jam. Pavarësisht asaj që ne shohim me ndru femnën, me ndru edhe në pjesën e profesionit, edhe kështu unë i kum leju me mësu ata si Mirela është. Edhe kur janë mësu se cili me Mirelën, atëherë normalisht që është qenë maj letë edhe Mirela me pas arritje karrierë. Ashtu. Po du më ndoshta edhe pak tek pjesa e paragjykimeve. Ka raste për shembull kur në fillim nuk kam besu dikush të ka paragjyku, edhe tash kur po e sheh punën tënde, është kthy ndoshta që edhe të ka kërku falje në një lloj forme? Shumë. Ka pas shumë raste që kom dalë në terrenin nisi arkitekt, e bojmë do më thonë edhe terrenin mbikëqyrje në terren. Edhe më kanë pas si një femën dhe një farë, nuk e di, ndoshta se cili prej nesh e kupton edhe shprehjen e fytyrës, se kur t'jep diçka shprehje në fytyrë, kupton se çfarë do më thonë me një farë mënyre. Edhe kur kom dalë në terren, më kanë pa me diçka që hajtë se kjo është femën, s'munët m'ja dalë, s'munët me bë. Ku di kjo me udhëzu 30 punëtorë? Ku di kjo me pas diçka, ku ka lidhje kjo me pjesën e punishtës? Ashtu. Ama kur unë e ku marrë diçka, edhe e ku marrë shumë seriozisht, po e ku marrë edhe shumë sfiduese në terren, sidomos se gjatë gjithë kohës je sfidu edhe me stafin tënd, edhe me pjesën që ti ki punu bashkë me ta. Si e ka ne paragjykune? Po. Gjatë gjithë kohës. Po ja kum dalë, gjithmonë ja kum dalë. Cili është reagimi jot kur e kupton që i njëjti person që para disa viteve për shembull të ka paragjykuar sot, ndoshta edhe po e pranon suksesin tënd. Si reagon ti në atë moment? E mirëpres. E mirëpres i qeshi dhe vazhdoj prapë me bashkëpunim. Do të thonë e di që gjithmonë ka me arrit një kohë, kena me arrit një kohë që kena me kuptu që femna shumë më suksesshme se sa që mendojnë shoqënia jonë. Kena me arrit, kena me tregu. Si në krejt, qena të tregun krejt botën, qena shumë suksesshme, kena me tregu edhe në Kosovë. Qikat e Kosovës mujnë me bërë shumë gjana ma të bukra, shumë gjana të bukra që njëjtën kohë ne mos me u paragjyku. Unë s'po them vetëm për rrethinës, po them edhe prej familjes zgjerë, ne kemi paragjykimin. Ashtu.
Po do më kthy edhe pak tek familja, e përmende vajzën. Po. Më tregot lutem sa po punon me vajzën, po e përcill të njëjtën energji, të njëjtën pozitivitet. A din çka ekzon mund kështu me tregu tamam drejt kur të flas për vajzën, më jep një farë energjie shumë të mirë, edhe inspirim për jetesë. Edhe çka unë e përcjellet tek vajza, unë gjithmonë e gjej një kohë të caktuar, edhe pse jam mësimdhënëse, edhe pse jam arkitekte, marr projektet e mia personale. Duhet me mbaru ato projekte që unë i kam marr. Ashtu. Edhe do të thonë deri në përfundim të projekteve, me ndajt në projekt, si krejt klientelës. Edhe çdo njëna ka angazhimin e vet, çdo klient e ka angazhimin e vet, orën e vet, orën e përcaktuar që ti duhesh me ju përball. Mbas gjithë këtyre gjanave, unë gjoj një kohë të caktuar ditore që kam u marrë mi bë detyrat, ose me bashkëbisedu me rejan gjatë kohës, gjatë ditës. Edhe, po çka është ajo që mua më inspiron të reja, është se ajo ka fillu me u mësu me një nanë që punon, ka fillu me u mësu që edhe unë duhet me qenë e zoja sikur nana jem, ka fillu me mësu që unë s'duhet me prit për një mashkullit me mba diçka, ose s'duhet me prit une që dikush me unë mbajt, unë duhet me mbajt vetën, edhe gjithmonë e ndjen një farë krenarie brenda vetës edhe thotë se unë nanën e kam arkitekte, se nana jem del punon, ose kur të sheh një projekt që kam zbatu, që kam bë unë, thotë këto e ka bë nana jem. Do të thonë, me një farë mënyre edukimi i rejes është shumë i mirë në këtë rast se fillon me kuptu që femna mundet me bërë shumë, edhe ajo vetë mundet me bërë shumë njëtë. E mirë kjo. Kthehemi edhe pak tash tek ana profesionale. Na trego Mirela, çka do të thotë ti je një arkitekte në vendin tonë? Një arkitekte në vendin tonë është shumë e bukur, nëse kish mujt me u vlerësu hala më shumë. Nuk po them që nuk vlerësohet, shumicën e rasteve vlerësohet, por në disa raste edhe nuk vlerësohet. Thash edhe më herët, pjesa e mosbesimit shfaq probleme shumë në Kosovë. Edhe nëse je shumë profesionale, edhe nëse i ke arrit një si me thanë, një sprov të caktuar për me e mbaru shkollimin, se ke kry fakultete, ja avancu njët, ja avancu në shumicën e gjanave që me mrind, me u bo një arkitekte, se nuk është shumë e thjesht vetëm me mbaru shkollim. Arkitektura gjithmonë donë me pas update, do të me punu për me qenë arkitekte e fort, si programe, si software e tjere. Edhe, kështu që nuk është e lehtë, po prapë se prapë nuk ta besojnë. Edhe çështja mos besimit është pak e vështirë të jesh arkitekte në Kosovë. Vetëm shkoku që ndoshta jo shumë të besojnë. Kjo të penalizon më shumë vendin tonë. Shumë penalizon. Besoj penalizon edhe ideja që unë po jap shumë, edhe nuk po më sheh. Do të thonë nuk shi me një farë mënyre kur dikush ose një gjinja mashkullor jetë pak, shihet më shumë. Kur një femër jep shumë nuk doket, nuk shihet. Pavarësisht që e keqe kjo? Shumë. Shumë e keq. Do të thonë me një farë mënyre unë e shoh që ne duhet si femna bashku, thashë edhe më herët me thënë një tabu, edhe me tregu që jena shumë të forta. Po çka duhet bëjmë ne si shoqëri që ta ndryshojmë këtë paragjykim, këtë mendim që e kemi? Duhet me fillu edhe ne vetë si femna mos me leju me ndodh më një gjë e tillë. Do të thonë me thy barrierën, me fillu me mendu që edhe mos me u përshtat me një shoqënie nëse ty nuk don ashtu si je. Nëse ti nuk nëse e sheh që nuk është ka të respekton, ose është ka të vlerëson, ose të beson, mos më u përshtash është një të tillë, me fillu edhe na me pas një vetbesim shumë të madh në jetën tonë. E tha që në kohën tënde ndoshta ka qenë më shumë paragjykime, tash janë dalë, por edhe sa vite mendon sipas teje paraportësisht, jo saktë se s'mund ta dim asnjëri, por mendon se do ndalen përfundimisht këto paragjykime nga shoqëria jonë? Pregzon, me ta thonë një vetë saktumes jam shumë e sakt, ditë që ka me shku gjatë, ka me shku shumë. Do të shkoj gjatë? Shumë gjatë, se disa ditë më herët ndëgjova një lajm, diçka një grua që ish rraf prej burrit, edhe përbes unë ndjeva shumë keq, e pash një intervistë, edhe unë ndjeva shumë keq se i kish pas postu dhe lëndimet e saj, që i kish marrë prej bashkëshortit, edhe i lexova disa komente. Në komente thonë, se hajtë se e ka lypë ndoshta kjo. Edhe sa do që besom, sa jam dhja qket, sa e kom marrë pozitën as e gruas. Nëse bëj çfarë do gabimi që bëj një jetë, më takon mu. Jo dikush me më rraf e me më tregu ku e kam gabimin.
E për secilin gabim e merr përgjegjësinë vet. Vet. Secili prej nesh duhet me mësu se nëse ajo gabon se ajo e ka dashur jo ti me paragjyku. Me thonë, automatikisht ata nuk e shohin që mashkulli është gabim. Hajtë se e ke lyp ti vetë, do me thonë, është femna në këtë rast gabim. Kur nuk e shohin femnën me thonë që po m'vjen keq, ka ndodhur një rast i tillë. Atin, si me eliminu këtë mundësi, mos me ndodhë më në Kosovë, se kemi vajza shqiptari, jemi motra, e kështu, po prapë se prapë është ka ndodhë ende dhe ka me shku gjatë. Shoh si një jetë, po. Mirela, po du me ndalë tashmë tek ju si një profesoresh në shkollën 11 Marsi. Na trego çfarë ndjenje për ju të punani me të rinj? Unë e du shumë simdhënien, se ka vite që e bëj, por jo në shkollë. Para shkollës isha edhe trajnoja nxënës për software kompjuterik në lëmin e arkitekturës, edhe një farë mënyrë krijova një farë afrimiteti me nxënës, edhe fillova me e doja shumë simdhënien. Edhe për ato e doja edhe prapë, edhe tash punoj shumë me dashuri, me nxënës, secilin prej tyre i du shumë edhe i vlerësoj shumë edhe shoh me nxjerr për secilin prej tyre diçka. Pajtojmë. Mirela, mundesh një mesazh për të gjithë të rinjët kosovar? Mesazhi jam për të rinjët kosovar është për të rejat më shumë. E kam pyetje në fund edhe për gjitha femra shqiptare. Për të rejat kisha thënë që mos me u ndal, me tregu sa të fortë jena si shoqëri. Jemi ku do të fortë në botë. Edhe kum pa, jemi të pa krejt sa të fortë jemi. Mos me u ndal, me vazhdu me një ritëm më të fortë. Edhe me qenë sukses shumë atë sa jemi ne, domethënë ne si të rejt, kemi atë shumë energji të mirë. Edhe ka dhe shoh me të rejt, sa që them pse nuk e shfrytëzojmë edhe me pas sukses në jetë. Edhe këto e kisha thënë thjesht me vazhdu me një ritëm më të shpesht, më të madh, që me pas sukses në jetë. Po shpresoj që dikush nga shikuesit të emisionit tonë ta marrin këtë mesazh prej teje. Faleminderit. Faleminderit shumë Mirela që ishe pjesë e emisionit 05, ishte kënaqësi që të patëm në studio. Faleminderit tek zënë shumë, më ndjeva shumë mirë, faleminderit shumë prej teje. Faleminderit juve. Shpresoj që na kanë dëgjuar edhe femnat që t'jenë domethënë si një mesazh shumë t'ja tregojmë një mesazh shumë të mirë femnave shqiptare që mos t'i ndëgjojnë paragjykimet, të vazhdojnë ta përqafojnë jetën si dojnë ato vetë. Edhe në moment që e duan jetën e tyre si dojnë vetë, kanë me pas shumë sukses në jetë pavarësisht se a je martuar në moshë të hershme, apo a nuk je shkolluar në kohën e duhur që ke pas më u shkollu. Gjitha mundesh me i mbaru vetëm nëse ti e do veten si femën, edhe nuk e ndëgjon askon tjetër përveç zemrës tënde. Edhe njëkohësisht në atë kohë, në atë periudhë kur ti e do veten, krejt kanë me dashur ty. E mirë kjo dhe me këto vetë se po e përmbyllin. Edhe njëherë faleminderit shumë, ishte kënaqësi që të patëm në studio. Faleminderit. Miqtë emisionin 05 ishte kjo tëra që kemi përgatitur për sonte. Deri çtunën e ardhshme, natën e mirë.